Dy inspektorë të Inspektoratit Shtetëror Teknik Industrial u vendosën në akuzë nga ana e SPAK për korrupsion. Olsi Arezi dhe Luan Sadikaj, sipas prokurorisë së posaçme antikorrupsion, dyshohet se i kanë marrë një biznesmeni nga Korça shumat monetare, 900.000 lekë dhe 10.000 dollar për të mos e ndëshkuar me gjob pas kontrolleve të ushtruara. A rezultoi se ushtronte aktivitetin e tij tregtar pa dokumentacionin e nevojshëm tekniko-ligjor dhe licencën përkatëse. Shuma monetare, sipas hetimeve të kryera nga SPAK, është marrë në 1 nëntor të vitit 2021 ndaj 2 inspektorëve të ishtit. GKKO, bazuar dhe në provat e grumbulluara nga prokurorët e posaçëm, ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Olsi Arezin dhe arrest shtëpie për Luan Sadikajn. Ata akuzohen për veprat penale, korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike dhe korrupsion pasiv kryer në bashkëpunim. Hetimet për rastin nisën në vitin 2023 nga Prokuroria e Korçës, e cila më pas ja delegoi SPAK.